Jemi pranë një dite të madhe, ditës së Arafatit. Padyshim se për besimtarin është një ditë që duhet të mos jetë indiferent, ta shfrytëzoj atë, të jeti kujdesshëm përballë saj. Të gjitha këto 10 ditë në të cilat kemi hyrë ne, të cilat njihen si ditët e Dhulhijhes, janë ditë të veçanta, janë ditë shumë të mira. Mirë po, dita në të cilën po e presim ne, që konkretisht i bie kësaj radhe të jetë në ditën e ejte, është një ditë madhështore. Është dita në të cilën haxhilerët, atyre të cilët Allahu i madhruar u ka mundsuar që të jenë musafir të tij këtë vit, do të dalin në tokën e Arafatit, të gjithë të veshur një lloj, ku asnjëri nuk ka dallim prej tjetrit, pra të gjithë janë të barabartë. Dhe aty ata i shprehin kërkesat e tyre, nevojat e tyre të cilat i kanë tek Allahu i madhruar dhe kërkojnë lutje dhe falje prej tij. Mirë po ne që nuk kemi mundur të jemi këtë vit atje, e që shpresojmë se vitet e ardhshme Allahu i madhruar do të na mundsoj këtë. Edhe ne nuk kemi diçka për të humbur, por kemi për të fituar shumë, në qoftë se e shfrytëzojmë këtë ditë. Por për ta shfrytëzuar duhet të dimë vlerat e saj. Duhet të kuptojmë se sa e rëndësishme është kjo ditë që pastaj të motivohemi e të stimulohemi për ta shfrytëzuar këtë ditë sa më shumë. A thua vallë cilat janë të thotë vlerat, mirësitë e kësaj dite, e që ato janë të shumta, por ne nuk kemi mundësi që t'i përmbledhim në një këshill të shkurtër, por nuk do të lëm pa përmendur diçka. E para prej mirësive dhe vlerave të kësaj dite është se Allahu i madhruar, krijuesi i kësaj gjithësie, është betuar në këtë ditë, dhe atë në 2 vende në Kur'an. E kur Allahu i madhruar betohet për diçka, kjo tregon se ajo është shumë madhështore, është diçka e rëndësishme, nga se Allahu i madhruar nuk betohet kot. Andaj, në një kapitull në Kur'an thot: "Was-samaa'i dhatil buruj, wal-yawmil maw'ud, wa shahidin wa mashhud." Pasha qiellin plot yje, pasha ditën e dëshmuar, ditën e premtuar, dhe pasha atë që dëshmon dhe atë që dëshmohet. Për ditën e premtuar, dietarët kanë thënë se fjala është për ditën e gjykimit, ndërsa për atë që dëshmon kanë thënë është dita e Xumë, ndërsa atë që dëshmohet kanë thënë është dita e Arafatit. E në një vend tjetër, Allahu i madhruar betohet në çiftin dhe tekun. E për çiftin kanë thënë është dita e Kurban Bajramit, ndërsa për tekun kanë thënë është dita e Arafatit, pra dita e 9 e këtyre 10 ditëve. Kjo sa i përket ajeteve kuranore, por edhe në hadithet, në mësimet e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjejmë udhëzime për rëndësinë dhe mirësitë e kësaj dite. Andaj, në qoftë se nata e Kadrit është nata më e mirë e vitit, e dita e Xumë është dita më e mirë e javës, mbetet që dita e Arafatit të jetë dita më e mirë e vitit. Pastaj i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se në këtë ditë Allahu i madhruar liron shumë robër të tij nga besimtarët prej zjarrit të xhehenamit. E shumë mirësi tjera të cilat nuk na pramton koha që t'i përmendim ato. Por çfarë duhet bëjmë ne si besimtarë në këtë ditë? Prej udhëzimeve të fesë gjatë kësaj dite është e para që të kemi të kujdesshëm të agjerojmë këtë ditë. Pra të agjerojmë vetë, e t'i porosisim edhe familjarët rrethin tonë që të agjerojnë këtë ditë nga se ka vlerë të shumtë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Siyamu yawmi Arafa", agjerimi i ditës së Arafatit, "ahtasibu ala Allah", shpresoj tek Allahu, kam dëshirë se do t'i fal mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit i cili vjen. Kjo është puna e parë. Pra adhurimi i agjerimit duhet na shoqëroj në këtë ditë të madhe. E dyta është që këtë ditë sa më shumë të bëjmë lutje, të bëjmë dua tek Allahu i madhruar për gjitha kërkesat, nevojat të cilat i kemi ne. E në lidhje me duan, me lutje në këtë ditë, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Khairu duai duau yawmi Arafa." Lutja më e mirë, duaja më e mirë që e bën besimtari është pikërisht në ditën e Arafatit.
Dhe më e mira që e kam thënë unë dhe të gjithë pejgamberet e tjerë që kanë qenë para meje, ka thënë la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pra këtë ta përsërisim sa më shumë gjatë ditës. Andaj është mundësi shumë e madhe për të fituar pra faljen me mëshirën e Allahut të madhruar. E nuk duhet që ta neglizhojmë këtë. Në të kaluarën muslimanët e mirë, muslimanët e devotshëm kanë qenë shumë të kujdesshëm ndaj kësaj dite. Andaj e kemi shembullin e një nga të parët tanë, i cili kishte pasuri dhe kishte robër, të cilët e veçante një ditë për t'i liruar ata. A thua vallë, cila ishte ajo ditë? Ishte pikërisht dita e Arafatit. Vinte në tokën e Arafatit si haxhi, merrte me vete shumë robër, të cilët i lirante. E njerëzit kur e shehnin këtë, qanin nga gëzimi dhe thonin: "O Allah, ky robi joti i liroi robërit e tij, e ne po të lutim që të na lirosh neve nga zjarri i xhenemit." Dhe për fund dua ta përmend edhe një insert që tregon se falja mëshira e Allahut është shumë e madhe e duhet ta shfrytëzojmë këtë ditë. Dy kolos në të kaluarën, dy dietar të mëdhenj, u takuan në Arafat dhe njëri prej tyre po i thot shokut të tij, pasi që e pa atë të gjunjëzuar e duke qarë, tha: "Cili është njeriu më fatkeq në këto momente? Ai që ndoshta nuk ka shpresë." Tha: "Ai që mendon se Allahu i madhruar nuk e fal në këtë ditë." Pra falja e Allahut është shumë e madhe në atë ditë. Andaj neve na mbetet që të angazhohemi në këtë ditë, të kujdesemi për të, të agjerojmë, të lutim Allahun për kërkesat, nevojat, e të shpresojmë se Allahu i madhruar do të na përgjigjet. Walhamdulillahi rabbil alamin.